Përshëndetje të dashur miqtë mi. Sot pranë jush do të vi me një histori dashurie. Një histori që në fakt mua më ka prekur shumë. Unë gjithmonë them, lum kush e merr atë që e don me shpirt. Të jetosh me dikë që nuk e duash, të jetosh me dikë që ti nuk e ndjen, ndërsa në anën tjetër zemra jote të re për tjetër njeri, zemra jote të doj tjetër kënd, është luftë me veten. Por fatkeqësisht në këtë botë jo të gjithë dashurit përfundojnë në altar të kuq. Jo të gjithë dashurit janë pranë njëri tjetrit. Historia që do t'rregoj tani është rrëfimi i një djalit, i cili unë e falenderoj që më ka përzgjedhur mua që të ndaj rrëfimin e jetës së tij. Ai me zemër të thyer shkruan për atë vajzën që e don. Tregon emocionet për atë vajzën që e don. Tregon pasionin për atë vajzën që e don. Ajo është ëngjulli i tij mbrojtës. Ajo është njeriu që i ka dhuruar pasionet, ajo është njeriu që i ka dhuruar emocionet. Dhe sot këtë vajzën ai e ka pranë vetes, por e ka në mënyrë të fshehtë, sepse familja e tij përzgjodhen që ta martonin me dikë që ai nuk e deshte. Dhe unë e them gjithmonë, investoni në dashuri dhe jo t'i ndani ato, sepse shpirti asnjëherë nuk ndalon së kërkuari atë që don. Letra fillon kështu: ka histori që njeriu i mban të fshehura në zemër, jo sepse ka frikë t'i rrëfej, por sepse janë aq të shtrenjta, aq të dhimbshme, sa mendon se po i hape, po i zbërtheve, mund ta lëndosh veten më shumë. Historia ime është një nga ato. Nuk e di saktësisht në cilin moment fillova të dashuroja. Ndoshta ishte dita kur më buzëqeshi për herën e parë. Ajo buzëqeshje që dukej se dinte gjërat për mua që as vetë në fakt unë nuk i dija. Ndoshta ishte dita kur më dëgjoi me orë të tëra mua, pa me më ndërprer, kur flisja për dhimbjet e mia, për ëndrat, për frikërat e mia. Ose ndoshta ishte thjesht një ndjesi që kishte kohë brenda meje edhe më në fund u zgjua kur u shfaq ajo. Nuk ishim dy njerëz që kërkonim shoqërinë, as dy që kërkonim dashurinë. Ishim dy shpirtra që u gjetën rastësisht, por që sikur njiheshin prej kohësh. Bisedat me të nuk kishin fund. Ne qeshnim me gjëra të thjeshta, ndanim frikëra që nuk ua kishim thënë askujt. Planifikonim gjëra që nuk e dinim nëse do të bëheshin ndonjëherë realitet. Ajo kishte një mënyrë të veçantë të kuptuarit. Sa herë mërzitesha, mjaftonte një fjalë e saj dhe gjithçka dukej më e lehtë. Nuk më kërkoi kur të ndryshoja, më pranoi ashtu siç unë isha. Mbase isha i vetmi njeri që më pa përtej asaj që unë tregoja. Përtej asaj që hiqja sikur unë isha. E dashurova në heshtje, në thellësi, me ndjenje të sinqertë dhe të pastërt e të rrallë. Por lumturia jonë sa do e fortë të ishte, nuk ishte mjaftueshme për botën përreth. Filluan bisedat, presionet, këmbënguljet. Familjet janë të afta të ndërhyjnë në jetët tona në mënyra që nuk i kupton derisa të jesh në atë pozitë. Më folën për tradita, për detyrime, për atë që në fakt nuk duhet të bëj. Më thanë se jeta nuk ndërtohet me ndjenja, por me stabilitet, me vendime të arsyeshme, kur në të vërtet askush nuk e pyeti zemrën time. Kur mbaj mend atë periudhë, më duket sikur po shoh një film ku unë vrapoj drejt një dere që po mbyllet. Por dikush e shtin atë derë me forcë nga ana tjetër. Unë vrapoj, por nuk e arrit dot.
Më në fund të dera mbyllet, edhe unë mbetem jashtë, i ndar nga e vetmja gjë që më kishte bërë të ndjesha i gjallë. Nuk ka fjalë që e përshkruan atë dhimbje dita kur ne u ndam. Kur i thash se nuk mund të luftoja më, zëri i saj u drodh, nuk më bërtiti, nuk më mallkoi, nuk më akuzoi, thjesht heshti për disa sekonda. Ajo heshtje ishte britma më e fortë që kam dëgjuar në jetën time. Më tha vetëm, e di që po të dhëmb më shumë se po më dhëmb mua. Dhe ajo kishte të drejtë. Ajo qau, por unë qava më shumë. Ajo u trondit, por unë theva brënda si një gotë që bie në saksi. Ajo vazhdoi, por unë beta pezull në ajër, pa e ditur ku të kthehesha. Martesa ime, apo si ta quaj, është e ftohtë, e qetë dhe pa ngjyra. Një ngjarje që duhet të festoja, por në çdo hap të asaj dite mu duk se dikush po ma shtrëngonte zemrën me dorë. Gjithçka dukej e bukur nga jashtë, por brënda meje rinte pezull një boshllëk i thellë. Ajo natë duhej të ishte fillim, por për mua ishte fund. Unë bëra atë që donin të tjerët, jo atë që desha unë. Vitet kaluan, por ajo mbeti. Bisedat tona u bën më tralla, por nuk u ndalën kurrë. Her pas here mjaftonte një sije nga ajo dhe ditët e mia merrnin një tjetër nuancë. Vitet më mësuan t'i bëja dy jetët të mijat të ndara. Njërën që e shihnin të tjerët dhe tjetrën që ja ruaja asaj. Ajo nuk më kërkoi kur të më ndante nga jeta ime. Nuk më tha lëri të gjitha eja tek unë. Ajo thjesht qëndroi pa më kushtëzuar e pa më gjykuar. Herë më thoshte se ishte mirë, e herë se e kishte marrë malli. Ndonjëherë më tregonte për vështirësitë e saj, ndonjëherë dëgjoja të qeshte me atë zërin që ma shkrinte shpirtin. Dhe unë ndjeja se çdo bisedë me të ishte një kthim i shkurtër në një jetë që mund ta kisha pasur, por nuk e pata. Sot kam një jetë të rregullt, me rutinë, me detyrime dhe me heshtje. Kam njerëz rreth vetes që më shohin si njëri të fortë, të vendosur, por askush nuk e di se çfarë mban brenda zemra ime. Askush nuk e di se sa herë e fshe shikimin në dritare duke menduar për të. Ne flasim ende, jo si dikur, por mjaftueshëm që unë të ndjej se ajo është ende aty. Në ndonjë natë vonë më shkruan, po të mendova sot. Dhe unë ndalem nga gjithçka sepse ai mesazh më ngro edhe në ditët më të ftohta. Ajo është dashuria e jetës time. Dashuria që nuk e mora, dashuria që nuk mbaroi. Dashuria që nuk më la të mos e dua, edhe kur jeta më mori një drejtim tjetër. E vërteta është se unë jam i martuar, por zemra ime nuk ka ndryshuar shtëpi. Ajo është ende tek ajo, dhe mbase dashuritë më të forta janë pikërisht ato që nuk përfundojnë më. Bashkëtuam të lumtur, por me një pse të përjetshme, me një mungesë që nuk shërohet, me një ndjenjë që jeton në heshtje. Në këtë jetë nuk mora atë që doja, por mora një dashuri që edhe sot, pas kaq shumë vitesh, më bën të ndjej se jam ende i gjallë. Kjo është letra, këto janë fjalët të këtij burrit i cili me zemrën tek vajza që do, i ka shkruar këtë fjalë. Unë gjithmonë them, le të kontribojmë në dashuri, le të investojmë në dashuritë e vërteta, sepse mendoj që të jetosh me atë që do
e rregullon jetën tënde, ndërsa të jetosh me atë që nuk e do, lufton kot.